Policia rrugore Lezhë vjon kontrollet intensive në të gjitha akset rrugore me risk për aksidente me fokus parandalimin e tyre dhe rritjen e sigurisë rrugore gjatë kontrolleve të ushtruar nëpërmjet patrullimeve në terren dhe përdorimit të mjeteve inteligjente për monitorimin e qarkullimit. Janë evidentuar dhe ndëshkuar drejtues mjetesh për shkelje që përbën burim aksidentesh, si drejtimi i mjetit në gjendë ndehur, te kalimi normave të lejuara të shpejtësisë, përdorimi i celularit gjatë drejtimit të mjetit, mos rregullimi i shpejtësisë në qendrat e banuara, parkalimet e gabuara, si edhe shkeljet e tjera të kodit rrugor. Në ditët e fundit, në kuadër të kontrolleve parandaluese, një drejtues mjeti është arrestuar për veprë penale, shkelja e rregullt të qarkullimit rrugor. 4 drejtues mjetesh janë arrestuar për drejtim mjeti në gjendë ndehur, ndërsa 8 të tjerë janë proceduar në gjendë të lirë për drejtim mjeti pa lejë drejtimi. 2364 drejtues mjetesh janë ndëshkuar masë administrative për tejkalim të normave të lejuara të shpejtësisë. 915 drejtues mjetesh janë ndëshkuar masë administrative për parkalimet gabuara. 40 drejtues mjetesh janë ndëshkuar masë administrative për drejtim mjeti në efektin e alkoolit. Policia rrugore Lezhës apelon për gjithë përdorësit e rrugës që të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor, të shmangin sjellje që rrezikojnë jetën dhe kontribuojnë në rritjen e sigurisë në rrugë. Kontrollet do të vijojnë pa ndërprerje të gjitha akset rrugor të qarkut Lezhë.